Pse disa persona flasin me emocione para audiencës së vet? Kam parë edhe unë persona të tillë, disa mentorë, disa jo që flasin me emocione, madje kam parë edhe disa që qajnë. Dhe këtë e bëjnë për dy arsye. Disa tregojnë historitë të tyre, të cilat i kanë të dhimbshme, të cilat ndonë se mendojnë se janë shëruar, për vetë fakti që qajnë, ta tregojnë se nuk janë shëruar, pra dhe teksa ata përpiqen të tjetë ti këshillojnë se si ti shërim plagët e së kaluarës, plagët të dhimbshme, ata vetë fatkeqësisht vetë nuk e kanë arritur ta kalojnë një gjë të tillë. Dhe arsyeja e dytë është arsyeja emocionale. Ne si njerëz jemi qenie emocionale dhe emocioni është ngjetës, pra kur ne qeshim, do të qeshin të tjerë para nesh, kur ne çajmë, do të çajnë të tjerë. Dhe kur ne bëjmë gjëra të ndryshme pa me emocione, për shembull kur ne e hapim gojën për shkak të gjumit, do të bëjmë të tjerë të hapin gojën. Dhe kjo është rruga kur mungon arsyeja, pra kur mungon gjua e arsyes, atëherë vjen në shprehje gjua e emocionit ose gjua e trupit, e cila është më prekse, është më fuqishme tek audienca dhe mentorë të ndryshëm e kanë kuptuar këtë gjë që njerëzit duan, disa nga ata duan vuajtje, disa nga ata duan të dëgjojnë vuajtje, disa nga ata i kanë të ngjashme vuajtjet e së kaluarës dhe kjo nuk i lën të shkëputen, pra bëjnë për të manipuluar. Unë e quaj manipulim, të tjerë mund ta quajnë me një fjalë tjetër.